Shëndetje, jemi live këtu në Instagram. Në fakt, po do të nxjerrim dhe në YouTube. Kemi një temë interesante sot. Do të flasim për parajsën. Ku ndodhet parajsa, çfarë është parajsa? Do të kemi pra një temë shumë interesante. Përshëndetje dhe juve miq në Instagram. Kemi sot një temë shumë interesante. Përshëndetje, po. Pra, parajsa. Ku ndodhet parajsa, çfarë është parajsa? Do t'japim pak detaje në gjuhën shqipe sot për këtë temë. Përshëndetje. Okej, shumë mirë. Gati të gjithë për të dëgjuar dhe për të mësuar të vërtetat pa kohë. Shumë mirë. Atëherë, tema në fakt e kësaj vite pra është ku ndodhet parajsa, por do t'japim dhe disa përgjigje të tjera që kanë lidhje me parajsën. Është një temë që nuk është shumë në për ku janë mediat apo e biseduar nga të tjerë, nuk është se din shumë. Vetmja mundësi që kemi dëgjuar ose folur për parajsën pra është nëpërmjet filmave ose në kinema ose diçka të tjerë. Pra shumë pak dhe as, domethënë në shumicën e rastet asnjë vërtet nuk shfaqet në këto filmat. Bukur. Gati? Atëherë. Parajsa ekziston. Se tani edhe kisha dhe një seancë me Lotus Ocean fëmijët, meditimi Lotus Ocean dhe po bisedonim gjithashtu dhe për pak këto gjëra të vogla, po të thjeshta. Parajsa ekziston ashtu si edhe botët e ferrit. Apo jo? Po, përshëndetje. Por ne sot do të përqendrohemi tek tema jon, pra kryesore, që është parajsa. Në fakt, shumë njerëz nuk e dinë, por në fakt motra ime Dhurata, kur unë linda, ma vuri emrin, Paradise. Pra unë kam dy emra. Afrodita dhe këtë emër. Ato që më njohin ose tek lagja ime Alidemit, shumica me këtë emër njohin shkurtimin e Paradise, që është Dice. Siç më thrisë pra gjithë familja, ose më thret akoma në fakt, dhe lagja dhe shoqëria dikurshme e fëmijërisë. Por edhe Afrodita, dy emrat. Por si ta përshkruajmë ne dot a jemi në gjendje ta përshkruajmë dot, sepse në ditoria vedike pra e tregon në fakt ku është parajsa dhe jep një përshkrim shumë interesant dhe shumë të mirë. Po, më mbrëma Eli? Jep një përshkrim shumë interesant dhe na hap syt, si më thënë, për gjëra që janë të vërteta dhe që pse mos të dim neve. Për shembull, aty thuhet që mbi tokën është një botë, mbi toka shikohet pra gjigande, e sheshtë. Dhe neve jemi thjesht në një pellg të saj, një pellg të saj. Është gjigande, shumë ke tokë të tjera. Ne jemi në një pellg që quhet Bharat, ose një pjesë, toka jon, bota jon. Mbi të ke një botë tjetër që quhet Buvarlok. Mbi tokën ke një plan tjetër shumë të madh gjigant. Aty mund të jetohet, quhet Buvarlok, sipas Vedave. Aty mund të jetosh 1000 vite. Nuk ka as mundjet ose këto gjëra shqetësime që ka këtu. Mbi këtë botën ke një botë tjetër, edhe ajo gjigande e sheshtë është pra që quhet parajsa. Ose Zvardlok. Zvardlok e quhen ato Vedat. Dhe aty jetohet, aty pra në parajsë jetojnë perëndit apo angjët. Edhe mbi të ka prap, por për momentin kaq të dim. Edhe poshtë pra toka, ka planet sipër të ekzistencës, botët e larta të mira, ke edhe botë poshtë të ulta, më të ulta se toka. Okej? Edhe këtu jetohet 1000 vjet për shkakun në poshtë tokës, por është me punë, me lodhje, me smundje, me lloj gjërash. Nuk është ferr, është thjesht një botë me vibracione më të rënda se sa toka.
Pra toka është më e mirë se sa kjo bota. Ka qenie këtu për shkak me zëvëpresin të lindin tokë, sepse në pos linde në tokë nuk shkon dot as në parajs. Duhet kalosh këtu, duhet mësosh këtu shkollën e tokës, nëse kryen veprime të dhura që të pranohesh në parajs, për shembull. Pra, në fakt parajsa ekziston dhe sigurisht e gjithë dituria për parajsën që neve do të sqarojmë këtu sot vjen pra nga guru Prashant Trivedi, guru ynë, Prashant Trivedi apo ndryshe i quajtur Avatari Piti. Kush ka dëgjuar? Përveç studentave Lotusoshën? Për shkrimet e parajsës në përgjithësi ne kemi mësuar nga filmat apo jo që janë në përgjithësi të mërzitshme, për shembull e tregojnë parajsën në për filma sikur një njeri vdes dhe gjasmë shkon parajs, që është shumë e kollajshme gjasmë të shkosh parajs, që është, edhe tregojnë me re të bardha dhe Zotin në parajs e tregojnë si një plak me mjekër, i pafuqishëm, i lodhur, i paditur në filma, që nuk është kështu. Jo në gjithë filmat, po në përgjithësi, okay? Me këtë jemi mësuar që vim qenë të vegjël në filmat që kemi parë. Ndërkohë që, domethënë, në parajs mund të ketë jo vetëm ngjyrë të bardhë, mund të ketë një sasi shumë të madhe ngjyrash. Më të bukura se sa ylberat që dalin në tokë. Sepse dhe ylberat, për shembull, që unë i publikoj shpesh tek Meditimi Lotusoshën, domethënë është ka më shumë ngjyra në parajs. Ylberi që del në tokë për shembull është shumë vibracion më i ulët se sa ç'mund të ketë në parajs. Imagjino çfarë mund të ketë, domethënë atje, çfarë lloj ngjyra është ngjyra që ne si e parë ndonjëherë këtu. Okej? Në parajs thuhet sipas detyrisë së Vedave që çdo qenie mund të krijojë nën fushën e vet apo botën e tij elektromagnetike. Dhe të bëjmë atë energji elektromagnetike që ka, nëse e ka, sigurisht nëse është parajs e ka. Mund të krijojë atë që dëshiron. Mund të krijojë, do që të ketë atë trup që dëshiron. Krijon një botë tënde, domethënë të kesh kohën që ti do, të kesh një kohë të mirë. Pra, fantazia e një qenie në parajs bëhet realitet. Dhe realiteti është fantazia më e mirë, më e pa imagjinuar. Realiteti atje është gjithmonë më i bukur se vetë imagjinata. Sigurisht, nëse një qenie ka shkuar në parajs, ka dhe niveli vetëdijes shumë më i lartë se sa i tokës këtu. Okay? Parajsa pra shquhet për sasinë e madhe të individualitetit, domethënë një qenie aty është vetë dhe bën çfarë të dojë. Sigurisht ka dhe nuk është vetëm një qenie, ka dhe qenie të tjera, por qeniet e larta individuale atje me vetëdije të lartë janë krijues të gjërave, janë krijues të shumë gjërave pra supreme, të mira. Qeniet në parajs mund të kenë llojin e tyre të krijimit atje. Të kenë afër lulet e tyre të preferuara, ushqimin që i pëlqen, motin që do, siç tham, lulet e tyre të preferuara, ngjyrën e tyre të preferuar. Siç zgjedhim ne këtu to borri për shembull, ke lulet e tua të preferuara, atje ke gjithë botën tënde, ashtu. Për shembull, ke ushqimin që të pëlqen, mot të këndshëm çdo ditë. Nuk ke nevojë të shkosh në banjo. Ke një trup të ri, një niveli shumë të lartë. Nuk ka nevojë as flesash gjumbiles. Thuhet, vetëm nëse dëshiron të qetësohesh apo të flesh gjumë për qef, por nuk ke nevojë, nuk je i lodhur. Pra në parajs ti e fiton këtë hapësirë. Fiton hapësirë aty. Këtu nuk ke hapësirë, këtu ke shumë pak hapësirë në tokë. Në parajs ke shumë hapësirë. Domethënë e merr atë hapësirë në parajs. Pra quhet, prandaj parajsa ose qielli quhet hapësirë. Space në anglisht për shembull. Space. Po nuk lodhesh sepse nuk ke punë siç është këtu. Do këtu ke një sistem, do shkosh nga ora 8 deri në 4 në punë, 5 apo gjithë ditën. Atje nuk ka kështu gjërash. Nuk ka një sistem. Je vetë, po sigurisht është bëhet fjalë për vibracione shumë të larta. Dhe pra fiton ti këtë hapësirë dhe prandaj në anglisht thuhet space ose heaven ose qielli.
ndonjëherë qielli quhet dhe hapësirë, apo jo? Sepse është hapësirë. Aty ke hapësirë. Me të vërtet. Sky, ë? Sky do me thënë në anglisht, por edhe në shqip hapësirë ndonjëherë themi për qiellin apo parajsën. Qel, do me thënë qiell, ë? Dhe në parajsë ti ke këtë hapësirën apo jo? Këtë hapësirë ndonjëherë mund ta fitosh në tokë në kuptimin që quhet pra energjia jote vetjake elektromagnetike ose aura jote ose niveli i shpirtit tënd individual. Por këtë duhet ta fitosh, pra është niveli i shpirtit tënd. Nëse ti punon në tokë, këtu ku jemi ne tokësorët, kthehemi pak tokë tani. Kur neve i punojmë me veten, bëjmë pastrimin psikologjik, punën mendore, qëndërzimi, ngrënia e ushqimeve vegetariane, thënia e mantrave parime të pastra, ligjet hyjnore të multiversit që i mëson dhe i praktikon, pra e rrit nivelin e shpirtit tënd, atëherë ti fiton pra pikë për të futur në parajsë, sepse në parajsë nuk futet çdo kush, ka rregulla. Drejtuesit e kësaj bote, për shembull, dhe sipas epokës Kali Yug, kush ka dëgjuar Kali Yug, epoka e errësirës, okay? Epokën e errësirës thuhet që ka shumë qenie që vjen nga bota poshtë, kanë ardhur këtu dhe drejtohen. Edhe filmat ndonjëherë e bëjnë për shembull Star Wars ose këto filmat që tregojnë domethënë, ose regjisorët e filmave në Hollywoodit e përshkruajnë, si më thënë, parajsën në një dritë shumë negative. Pra vetëm e re të bardha, ose një pallate me makina fluturuese, etj që është thjesht më tepër nga kjo bota e poshtë, sepse duan që njerëzit kur shikojnë këto filma, ti vetdia jote thotë që që ka bukur poshtë, jo lart. Më pëlqen, po në mënyrë që njerëzit të shkojnë poshtë. Pra këto drejtuesit ose këto filmat bëjnë që njerëzit mos kenë diturit vërtet. Më thënë, mos ta kenë vërtetën, po të pëlqejnë negativen. Dhe ti pëlqejnë negative. Thonë, që ka mirë këtu tek negativja. Po, nuk flen kur hiç. Po pra është një nivel tjetër, vibracioni. Nuk është si këte neve këtu je brenda një sistemi. Nuk ke hapësirë ti. Për shembull, nëse do ikësh nga puna ose do marrësh mungesë ose do kesh raport ose kështu, atje është ndryshe. Okay? Po. Në fakt, pra në parajsë thuhet sipas diturisë së Vedave, nuk ka smundje, nuk ka spitale, nuk ka doktora, nuk ka plakje, nuk plakesh, ke një trup të ri, dhe është pra, koha nuk është 100 vjeç, 100-120 sa jetojnë njëri këtu, ka një koncept kohë tjetër, gjë që dhe fizika kuantike e sqaron gjithashtu, konceptin kohën, ose relativitetin. Pra në parajsë, sipas diturisë së Vedave, thuhet gjithashtu, pra nuk ka plakje. Sa më lart botës parajsore të shkosh, aq më shumë përfiton të drejtën për të ketë një trup të ri dhe të pavdekshëm. Okay? Edhe ata se janë plakur do të kthehen në rini? Qa se kuptova? Nuk plakesh pra atje, qa do? Plakemi këtu, në këtë botë. Në këtë botë plakesh sepse këtu ka. Në botën tonë ke smundje, këtu edhe njerëzit smurën apo jo. Ke në këtë botë, a dëgjojmë? Dëgjojmë Instagramin? Më bë një vërtetim që dëgjojmë. Dëgjojmë tani? Besoj? Ka zë po okej, shumë mirë atëherë. Okay, pra këto filmat për shembull që tregojnë, që jemi mësuar neve të shohim, Star Wars apo Star Trek, pra në fakt ato tregojnë botët e ulta, makinat mëdhaja fluturuese, pallate gradacela gjigande që mbulojnë qiellin, s'ke fare natyrë, si më thënë,
sepse regjisorët apo prodhuesit këtyre filmave duan që njerëzit të më thënë të japin më shumë, reklamojnë botët e poshtme, që njeriu mos të ketë synim për të shkuar më sipër, sepse njeriu në këtë botë mund të zgjedhë sipër apo të shkojë poshtë në bazë të jetës që bën. Sigurisht, pra, këto filmat i tregojnë njerëzve që bota pra poshtë është më e mirë, e janë tek neve, si më thënë, dhe harrojnë parajsën. Sa më sipër tokës të shkosh, domethënë në planet më të larta të ekzistencës, aq më shumë kënaqësi ke. Niveli i kënaqësisë rritet. Shëndeti më i mirë fizik në trupin që ke, sepse dhe trupi në parajs ke pra një trup me elementet e natyrës, por është më e rafinuar, një trup shumë i rafinuar. Okej? Atje pra nuk ka probleme psikologjike, siç ka njerëzit këtu, nuk ke gjëra mendore, nuk ke shqetësime mendore, nuk ka dhimbje. Okej, në fakt fjala dhimbje ka sqaruar profesori Petrozhej, dhimbje do të thotë jam ba. Dhimbje, i damuni nga parajsa. Domethënë nga planet më të larta të ekzistencës. Kur ndahesh nga parajsa ose nga Zoti, nga hyjnorja, lind këtu, je damun, demon, djall, dalloj, pra je damun dhe duhet përsëri të bësh ngjitjen. Pra ke rënë, okay? Dhe duhet pra ngjitja sipër super. Pra që do thotë evolimi i yt, ti mund të evoluosh këtu. Prandaj kemi lindur për të evoluar dhe në niveli i shpirtit të rritet që të pranohesh në po mirënjohje Katerina për këto diturit që na tregon dituria vedike, pra e tregon për parajsën, nuk ka dhimbje në botët, nuk ke pra në botët parajsore dhimbje, tortura, smundje, as vdekje. Në rregull? Për shembull, nëse neve njerëzit thuhet se në botët e ulta sigurisht kanë teknologji, makinat edhe këto gjërat, makinerit ose këto, domethënë për të dukur më bukur nga gjërat që përdoren nga përjashta, dhe jo për të arritur bukurinë tënde nga brenda. Në tokë mund të arrisësh bukurinë tënde nga brenda, duke punuar me veten, duke lidhur me natyrën, duke ngrënë ushqimet sa më shumë të natyrës, sigurisht vegetariane. Okej, në rregull? Kurse kur për shembull ditët e sotme operacionet plastike janë bërë gjëra shumë zakonshme, sot apo jo. Kemi inteligjencë artificiale, nuk është shumë natyrale. Pra, kur neve zgjedhim mënyrën e të jetuarit në këtë botë tokë nga përjashta, domethënë artificiale, jo natyrale, atëherë jemi duke i thënë universit që shiko, mua më pëlqen gjërat artificiale, jo natyrale, domethënë je gati për botët e poshtme. Kurse kur ti han gjëra vegetariane për shembull, ose dëshiron të rrisësh vetdijen tënde, merresh me natyrën, me hyjnoren, me punon me veten, atëherë je duke shkuar përsipër. Toka, ashtu si në mitologjitë e lashta, për shembull edhe këtu në Norvegji ose mitologjitë nordike thuhet që toka ishte në mes. Quhet Midgard, domethënë mit në mes. Pra ke botët sipër, bashkë me tokën kemi 7 plane ekzistencës sipër. Pra njëra prej tyre quhet parajs. Dhe kemi edhe 7 plane ekzistencë poshtë, që janë më të ulta se toka. Të gjithë këto planet pra përfshin universin. Kjo quhet kozmologjia vedike. Okej? Dhe pra toka është në mes, në qendër të universit në fakt, gjë që dhe geocentrizmi e sqaron. Dhe prandaj toksor quhen njerëzit, sidomos që punojnë me veten për të gjetur mesin e tyre, sepse toka është në mes, edhe njerëzit duhet të gjejnë qendrën e tyre, mesin e tyre, që të quhen toksor, që të kalojnë testin e tokës për të pranuar, si më thënë, në botët e larta. Dhe qeniet në tokë, pra këtu me shpirt, ne kemi shpirt, do të thotë ti mund të bësh një zgjedhje këtu, meqense toka është në mes, ti mund të bësh një zgjedhje për të shkuar sipër,
botët parajsore, apo dhe poshtë, ose trish këtu. Trish këtu do më thënë të bësh të njëjtën jetë, të njëjtën njerëz, të njëjtat budalliqe, të njëjtat karma, i bën një herë, dy herë, Groundhog Day quhet, kush ka parë filmat. Dhe përsëritet të një reinkarnacion, një rimishërimi, gjë që dhe ajo nuk është pozitive, sepse sa herë vjen nuk mban mend çka ke bërë më parë, nuk ke mësuar gjërat dhe nuk shkon sipër, nuk del nga matriksi. Të shkosh në botët parajsore do të thotë të dalësh dhe nga matriksi. Okej? Sigurisht un jam për tokën pra të sheshtë, sepse toka e sheshtë, njerëzit kanë thënë që është toka rrumbullakët këto 500 vitet e fundit për të mashtruar njerëzimin që ti, që është rrumbullakët ti nuk e di çka ka sipër, çka ka poshtë. Rrodullo. Pra, kur e dim, me tokën e rrumbullakët që është pra shpifje dhe shpikje, e qenieve të ulta, këto poshtë kanë përhapur këtu në tokë që drejton sistemet ose shkencat, deri tani pra përhapur që është toka rrumbullakët në mënyrë që të mos prezantohesh me botët e sipërme, që mos kesh dëshirë për të shkuar dhe mos të punosh fare. Të di që jem mirë këtu, domethënë. Mediat apo filmat me propagandën e tyre po ndikojnë në zgjedhjet njerëzore, domethënë drejt një drejtimi të ulët, robotizimi, teknologjia e rinis për shembull kalamajve që shohin shumë, është pra që të largohesh dhe nga natyra, që të largohesh nga botët parajsore, si më thënë. Por njeriu mund t'i kombinojë të dyja nëse ka inteligjencë. Kjo video këtu që po bëjmë është pra për të sjellë ndërgjegjësimin për planet më të larta të ekzistencës. Sepse është një fat që të ndodhemi në tokë tani këtu. Është çdo kush që ndodhet në tokë ka mundësi që të punojë me veten dhe për të kualifikuar në botët më të larta të ekzistencës, nëse dëshiron, nëse ka dituri dhe dëshirë. Dëshira do të vinë nga brenda e çdo njeriu. Dëshira sigurisht këtu për të përmirësuar është gjithmonë mirë, duhet të jetë gjithmonë, sepse këtu ke probleme, smundje, plagë, vdekje këtu në tokë, apo jo. Në parajs, siç e tham, nuk ka probleme psikologjike, nuk ka konfuzione, bllokime mendore, nuk ka marrëzira, nuk ka depresion të panevojshëm, pra nuk ka smundje, nuk ka plagë. Tingëllon bukur, a? Dhe unë ju këshilloj pra të shikoni gjithashtu dhe videot Lotus Ocean që Guru Prashant Trivedi ka në YouTube, sepse aty tregohet, si më thënë, bukuritë parajsore që ndodhen në tokë. Njerëzit duhet të jenë të vetëdijshëm së pari për atë që është për gjërat që janë të mira në tokë, sepse në tokë thamë është në mes dhe ti ke mundësi në tokë të përjetosh gjërat bukura këtu, apo jo ilberi ose gëzim ndonjëherë që kemi që zgjat pak, po këtu përjetohen dhe gjërat, pra gjërat si të parajsore, pak, po përjetohen dhe gjërat smundjet, këto gjërat e ulta. Pra këtu përjeton të dyja në tokë. Okej? Këtu përjetojnë të dyja, por zgjedhja jote të bësh nëse dëshiron të përjetosh këto të mirat më shumë. Këto gjërat e mira më shumë rriten nëse njeriu fillon të punojë ose të merret me ushqime, domethënë organike, me natyrën, me gjëra të bukura në natyrë që janë më afër pamjes qiellore sa qiellore të poshtme, botët e poshtme. Pra të ha më mirë këtu në këtë tokë, në këtë botë, të ha ushqimet e mira, jo ushqimet GMO ose me mish. Pra ushqimet vegetariane, asnjë njeri nuk shkon në parajs nëse është mish ngrënës këtu. Sepse kemi thënë mish, pra është mishin e han, kafshët mund të hanë mish, njeriu nuk është krijuar biologjikisht për të ngrënë mish, për shembull. Okay. Pra në tokë këtu ka aspekte të larta, të bukura të natyrës. Njerëzit duhet t'i kushtojnë pra vëmendje më shumë natyrës dhe gjërave të rëndësishme që i bëjnë mirë për ta. Pra në tokë mund të përjetosh dhe grimca parajsore deri diku. Por në tokë mund të përjetosh pra dhe ekziston dhe dhuna, robotizimi,
mos respekti ndaj elementëve të natyrës. Këtu mund të përjetosh lloj-lloj gjërash. Është mix. Njerëzit janë në përgjithësi që janë të lodhur nga probleme psikologjike, nga mendja që ku shkon, ndaj mirë është të thonë dhe me zë, apo siç mësojmë tek meditimi Lotus Ocean, studenta Lotus Ocean, mësojmë ti thonë vetes me zë, me një trupërulës në universit, unë dua të pastrohem psikologjikisht. Unë dua të pastrohem psikologjikisht. Kjo është një fillim të paktën për njerëzit që nuk e kanë haberin e mantrave në shqip që mësojmë tek meditimi Lotus Ocean. Sepse neve kur dalim për jashta kur blejmë gjëra apo shkojmë punë. Dalim për jashta dhe shikojmë natën, shikojmë yjet në qiell. A shikojmë yjet? Shikojmë yjet. Dhe yjet përfaqësojnë botët më të larta të ekzistencës. Ka shumë yje si për shembull nakshatra që ka dituria astrologjisë vedike, janë sigurisht planetet janë perëndi, por kanë edhe nakshatra pra mbretëri qiellore, që në fakt janë mbretëri qiellore. Dhe ato i din me emra ku s'është. Por sipër kemi thënë pra mbretëria qiellore është sipër. Toka, mbretëria qiellore me të vërtetë është sipër, parajsa është sipër, mbi qiellin ton. Ke botë të tjera, por nuk e shikon dot me sy dhe nuk lejohet ka përcesh, si të shkon NASA, do kaloj këtë, do shkoj tek planetet, apo do shkoj në Mars, apo në Hënë, këto mashtrimet, sepse parajsa është botë, por është me vibracion tjetër, frekuencë tjetër, nuk është për syrin ton fizik të kësaj bote. Okay? Pra, yjet që shikojmë lart përfaqësojnë këto botët më të larta të ekzistencës. Të gjithë të lashtët e dinin këtë, por tani sigurisht pra na kanë thënë që bota është rrumbullakët, planetet janë topa, gazi, planet që digjen si dielli dhe janë miliona larg, ndërkohë që nuk janë fakt. Okay, dhe nuk janë gazi, po janë plazma. Planetet me të vërtetë ekzistojnë, po ndodhen brenda botës ku jemi neve, kupës qiellore, në rregull? Dhe planet më të larta të ekzistencës, domethënë botët parajsore mbi tokën, nuk janë çështje distance. Ti nuk shkon dot me anije kozmike aty. Pra nuk është çështje distance, thot Piti, por është çështje frekuence, vibrimi, vibracioni. Okay? Prandaj me të brendshmën mund të shkosh, pastrimin nga brenda. Trupi i njeriu është teknologjia më e avancuar që kemi në tokë. Okay? Dhe nëpërmjet trupit tënd, kur çakrat apo jo, trupat që ke brenda astral, si njeri, mund t'i pastrosh dhe ashtu udhtohet. Nuk udhtohet me anije kozmike. Apo me një, ku diun, çfarë vjen ato tek anija kozmike, nuk udhtohet ashtu. Është gabim. Ashtu na ka mësuar NASA ose filmat ose na kanë dhënë trut e bullarit, si më thënë. Gabimisht në mënyrë që njerëzit të kujtojnë se do shkosh me anije kozmike. Nuk shkohet ashtu. Shkohet nga pastrimi i brendshëm i vetvetes. Okay? Për shembull në shkolla apo edukime, edhe pse shkojmë, edhe un kam master, edukohemi, por nuk të mësojnë shkollat, sepse është i përket sistemit. Dhe sistemi nuk dëshiron. I kohës tani, i epokës Kaliug, nuk do sistemi që ti të mësosh për parajsën dhe të shkosh atje. I humbë sklavi, po ti ti bëj lirohesh, të quhet liria. Arrin lirin, çlirimin më saktë, shpirtit. Për shembull në shkolla kur jemi neve këtu në sistemin ton, nuk përmendet botë e lartë parajsore. Sigurisht të mësojnë dhe gjëra gabim, për shembull toka rrumbullakët, ose nuk të mësojnë për elementet e natyrës, nuk të mësojnë për ka forca hynore, ka gjendje energjie më të lartë dhe ti mund të lidhesh po të bësh veprimet e dhura, as veprimet e dhura si mësojnë sigurisht. Pra, ndërkohë që gjithçka që ekziston përbëhet nga 5 elementet e natyrës. Dhe ligjet hynore të multiversit, që duhet të mësojmë, ata që kanë ndërmend
të arrisin ose të fitojnë të drejtën për të hyrë në botën parajsore. Në mbretërinë qiellore nuk mund të ketë propagandë. Kurse në botët sipërore, domethënë sipër nuk mund të ketë propagandë. Kurse në botët e poshtme ka propagandë. Tani çdo gjë propagandë bëhet qeniet që kanë ardhur që drejtojnë ose ku diun sistemin, qoftë në përshkolla apo në mjeksi apo në shkencë në ditët e sotme, pra bëjnë që njerëzit domethënë të mos lidhen me elementet e natyrës, të mos kenë dëshirë për sipër. Prandaj do vi pra kohë e mirë, do vinë kohët e mira tani. Do vinë, domethënë do vinë periudha ku njerëzit do të punojnë më tepër, sepse do dinë, që ka mund të shkojnë parajsë. Normal që do bëjnë. Kush është ai që nuk kush është ai që do ta humbi këtë rast apo jo? Askush, sepse çdo njeri nuk dëshiron të vuajë dhe të rinë në një botë ku të vuajë për shumë kohë ose jetë. Kanë vetë zgjedh. Ardhmja nuk është e caktuar, mund të ndryshohet në bazë të veprimeve që bën tek e tanishmja. Në mbretërinë qiellore pra nuk mund të ketë propagandë, se mirë, meqense filmat ose këto gjëra sistemi propagandon që botët e poshtme janë më të mira në një farë mënyre, ku janë perëndit? Jo, dituria vedike thotë që këtë ndjesi për të shkuar në parajs duhet vinë nga brenda ty. Kur ti ka ardhur dhimbjet, vuajtjet, majt kokës, thua jo, unë nuk dua më përjetoj gjëra kështu. Pra duhet vinë nga ty. Nëse vjen nga ty, atëherë dhe universi të hap më shumë rrugë, të jep mundësi të mëson diturinë më tepër. Automatikisht. Pra, është ajo shkëndija e brendshme, e jotja. Shpirti yt është një grimc, shkëndije, hynis, është një pjesë që dëshiron të shkojë prapë tek hynia ose tek parajsa që ka humbur, të e kemi humbur. Pra duhet brendshme jote ta thot. Nuk do vi një ëngjël thotë shiko ti do shkosh parajsë, se do të bësh kështu gjëra. Duhet vi nga brenda ty. Nëse s'të vjen, atëherë domethënë nuk ke përjetuar aq vuajtje sa duhet dhe do kalosh vuajtje më shumë për të ardhur deri në atë nivel. Pra, njerëzit domethënë duhet të vi vetë kjo ideja nga brenda që të thonë si ku qen ka kjo. Tani nuk mundem më të duroj këto nivele vuajtjesh dhe dhimbjesh këtu në këtë botë. Dua të zbuloj se si të arri parajsën. Do t'i vi vetë ka brenda. Çfarë duhet bëj unë për të arritur nivelin e kënaqësisë infinite, sepse sa më shumë botës parajsore afrohesh, aq më shumë kënaqësi, gjëra të bukura, të mira do përjetosh. Sepse të shkosh në parajsë është një drejtim i mundshëm. Çdo njeri që ka lindur këtu në tokë ka si qëllim për të shkuar për të kualifikuar që të shkohet në botët parajsore më sipër. Okej? Pra, të shkosh në parajsë është një drejtim i mundshëm që mund ta zgjedhë, çdo kush mund ta bëjë këtë gjë, pasi të lë këtë kostum trupi. Domethënë pas vdekjes, sepse shpirti pas vdekjes do të ekzistojë, do të ketë një ekzistencë, ose do vi prap këtu, ose do shkojë më poshtë, ose ka dhe në botë më të këqija fare që quhen ferre. Në qoftë se nuk punon për qëndruar këtu ose për t'ikur në botët parajsore. Në rregull, pra e vendosim në vetë. Njeriu ka mundësi për të zgjedhur të shkojë sipër, më mirë, apo të shkojë poshtë, më keq. E zgjedh vetë nëpërmjet kujt e zgjedh? E zgjedh nëpërmjet veprimeve të tua, veprimet që ti bën për ditë. Pra karmat, krymjet, veprimet me kry, fjala karma vjen nga me kry, okay? Ata që nuk kam mësuar akoma. Nëpërmjet veprimeve të tua ti shpall, shikoj unë dua të shkoj në botët parajsore, si më thënë, ke vendosur atëherë ti do kryesh veprimet që duan për këtë, që do të thotë pastrimi psikologjik, puna me veten, qëndrëzimi, folora e qendra e gojës, gjithë ato gjëra që mësojmë tek meditimi lotusoshëm. Pra, gjithçka që unë mësoj të studentëve lotusoshëm tek meditimi lotusoshëm është cilat janë këto veprimet bazë që duhet të bëjmë për të marrë këtë drejtim për në botët më të larta të parajsës, që janë tokëzimi,
lidhja me elementet e natyrës, ushqimet e dura vegetariane, qëndërzimi i trupit dhe shumë të tjera. Aman, po ku janë gjitha njerëz që kanë ikur sikur të vinë njëri nga parajsa, po ku s'mora vesh çfarë them. Të jesh i vetëdijshëm është një zgjedhje, po bukur dhe është një nga mantrat që kemi bërë, bravo Mirela, që kemi bërë tek seancat e avancuara, është pra një zgjedhje. Jo të gjithë duan të përjetojnë kënaqësi. Ka njerëz që i pëlqejnë vuajtja shumë. Atëherë do t'japi universi më shumë vuajtje për të testuar sa do durosh, derisa do thuash s'mundem më unë. E do dorëzohesh dhe do bësh këto veprime pastaj. Sido që të jetë, pra tek meditimi Lotus Ocean unë i mësojmë gjërat bazë që çdo njeri duhet të bëjë për të përmirësuar për veten, që janë gjëra të thjeshta, lidhja me elementet e natyrës, toksimi, siç e përmendëm, dhe sidomos qëndërzimi i trupit dhe qëndërzimi i zërit, dhe mësimi i ligjeve hyjnore të multiversit, që mirë është i themi nga qendra e gojës. Në rregull, sido që të jetë. Unë tani kam një grup të ri, por ata që dëshirojnë të regjistrojnë te grupi që do hap në Korrik, sepse do vinë pushimet, me kismet, në Korrik mund të regjistrohen në WhatsApp, falas është dhe online është. Në WhatsApp mund të shkruajnë tek celulari, numri, ja ku e kam, prit. Mund të shkruajnë një mesazh, emër mbi emër dhe dëshiroj të vi te grupi yt fillestar. Ata që janë të rinj, okay? Mund të shkruajnë tek WhatsAppi 00355 69 296 1149. So bëra se ka to reklamat. Nuk është se, domethënë, kemi ndonjë gjë, është thjesht për njerëzit që dëshirojnë të mësojnë më tepër. Edhe pak fare na ka ngelur për temën e parajsës. Në rregull? Po. Tek libri eposit që kemi këtu, okay. I vet Gurus, pra Shantrivedi është shqipëruar nga mua. Do të marrim një pjesë të shkurtër për të lexuar që lidhet me temën tonë të parajsës. Në rregull? Në faqen 16 tek eposi i Piti thuhet: trupi ynë përbëhet nga 5 elementet e natyrës: toka, uji, ajri, zjarri dhe qielli, 5 elementet e natyrës. Pra trupi i njeriut përbëhet nga 5 elementet e natyrës dhe shpirti që ka brenda në trup ngjitet në mbretëritë më të larta, pra parajsore, vetëm pas pastrimit të elementëve që ka brenda në trup. Domethënë duhet pastrohet. Që do thot puna psikologjike, të punosh me veten. Që mësojmë pra dhe tek meditimi Lotus Ocean. Elementi është elementar, pra elementet e natyrës. Devat ose gjysmë perëndit ose perëndit janë gjithmonë në parajsë vetëm sepse ata gjithmonë pra respektojnë ligjet hyjnore të multiversit. E vetmja shkallë e vërtet që të çon për në parajsë është shkalla e fakteve, e të vërtetave. Domethënë kur ti mëson mantrat që janë ligjet hyjnore të multiversit, që janë të vërtetat në çfarëdo lloj kohe, në çdo kohë, atëherë ti rritesh, sepse parajsa është gjë e vërtetë. Ti afrohesh drejt të vërtetave, dhe vërteta është dhe bukuri, thuhet sipas Vedave. Bukuria jote rritet, shëndeti yt rritet, sistemi i imunitetit rritet, vedia jote rritet, lidhja me burimin, me qendrën e gjithçka rritet, ngjitja, quhet ngjitja. Okay? Në faqen 148 të eposi thuhet 148, pra studentëve të Lotus Ocean që po na ndjekin. Çfarë mund të thuhet për një planet ku numri më i madh i popullsisë mendojnë se parajsa është si qendrat tregtare? Ndërtesat prej betoni, plot me gjëra të padobishme, me ajër të kondicionuar, me drita vezulluese që mund të bezdisi çdo funksion elektrobiologjik. Me fjalë të tjera, diçka me të vërtet e keqe për trupin, shpirtin e njeriut. Parajsa dikur ishte
emri i fushës elektromagnetike të vetë mbajtur. Në parajsë mund të hyje me anë të një jete fraktale, këtu, dhe një vdekje të suksesshme. Parajsa pra është vendi ku qëndronin ëngjëjt duke qenë vetë elementët e natyrës. Kemi dhe një faqe të fundit për sa i përket parajsës, për ata që po na dëgjojnë. Në faqen 308, parajsa dhe përtej. Ta lexojmë edhe këtë? Na tregon më shumë Piti pra për parajsën, sepse Piti duket qartë ai është një avatar dhe i njeh shumë mirë parajsën. Pra një avatar vjen nga botët më të larta të ekzistencës, vjen në tokë për të mësuar njerëzve që dëshirojnë të dalin nga Matrixi, se si ta bëjnë këtë dalin nga Matrixi. Çfarë duhet bëjnë? Duhet bëjnë veprime. Nuk do shkosh parajs direkt se të ke qejf të shkosh parajs, duhet kryesh disiplinën. Qëndërzimet e trupit dhe disiplinat pra që janë fizike. Në faqen 308 thuhet parajsa dhe përtej. Fjala sanskrite për parajsën është svarg, siç e tham, bota parajsore quhet svarg, që do të thotë sva do të thotë e vetë mbajtshme, do të thënë zjarri, shkëndia jote që vetë mbahet, pra aura jote, sa nivelin e shpirtit, sa ke punuar me veten. Po si mundet të fitohet ky zjarr i vetë mbajtshëm? Meqense duhet të mbahet nga vetja, le të shohim se çfarë vetja ka në dorë. Veprimet. Veprimet që të mbahen duhet të jenë të duhura, të sakta, perfekte, pra çfarë është veprimi i duhur? Të ngrënit në mënyrë të duhur, është një përgjigje e dukshme, por për kufizimin të duhurës, në të gjitha këto mund të bëhet shumë i ndërlikuar. Pra çfarë është një veprim i thjeshtë që gjithmonë duhet mbetet i duhur, i sakt, perfekt për sosje? Veprimi i duhur është lavdërimi, shërbimi ndaj më të lartët dhe hyjnorit, dhe veprimi më i duhur, i cili është i arritshëm për çdo, nuk kërkon asnjë aftësi apo dituri të veçantë, vetëm një dëshirë për të evoluar, për të dalë nga ferri, dhe një qëndrim për shërbimi për të arritur parajsën dhe përtej. Okay? Mirënjohje gurus Prashant Trivedi për këto dituri parajsore, sepse pra është thjesht kjo video është thjesht një video pra në shqipërim në një farë mënyrë i kësaj diturie, i përputhur dhe me përretimet, eksperiencat e mia apo dituria ime, sigurisht. Kështu që mirënjohje gurus Piti dhe të gjithë juve që na dëgjuat për këtë temë. Do të shifemi tek seancat e meditimit lotusoshëm, qoftë tek seancat fillestare apo qoftë tek seancat më të avancuara. Kalofshi bukur atëre. Nëse keni ndonjë pyetje dhe gjëra mund t'i shkruani tani për këtë temë që kemi sot. Kush ka pyetje? Okay. Veprimi i duhur është më supremi, po puna ime kryesore është të punoj për evoluimin tim, është shumë vërtet. Pra njeriu duhet punoj për evoluimin e vet. Gjithë secili ka detyra për të kualifikuar, apo jo, për shembull kur ke një punë të mirë që dëshiron shumë, ti do të jesh i kualifikuar apo jo? Nuk mund të futesh ashtu pa i kualifikuar. Edhe parajsa duhet kualifikim. Pra duhet bësh gjëra në tokë për të kualifikuar për të shkuar në parajsë. Është e vërtetë. Mirë atëherë, nëse nuk ka pyetje dhe gjëra për t'u sqaruar më shumë, do shifemi nëpër Facebook, YouTube, Instagram, rrjetet sociale, TikTok. Kalofshi mirë. Ju përshëndes.